Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 6 qershor të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve që do të kemi tani e tutje. Çfarë ndodh dhe çfarë ndikohet në këtë ditë? Atëherë, kemi Mërkurin nga binjaku që formon një gjashtkëndësh me Marsin në Luan, një kënd që na jep mundësinë të jemi më të qartë, më të saktë dhe në lidhje me takimet të jemi të sigurt për atë çka bëjmë. Dhe mund të shprehim mendimin. Një ditë pozitive e muajit që duke shkruar me aspekte harmonike të hënës me Mërkurin dhe Marsin, që aktivizojnë aspektet kryesore të ditës, përfitojnë shumë shenjat siç janë Dashi, Peshorja, binjakët, Shigjetari, Luani, Ujori të 10 diçit të tretë ose ato që kanë ascendenten në këto shenja. Në të njëjtën ditë kemi gjithashtu Afërditën që kalon në shenjën e saj në guvernatorin e Demit, një nga shenjat e saj më të preferuar të zodiakut. Fillon një periudhë që do të zgjasë deri në datën 4 korrik, e cila është shumë e favorshme për sa i përket jetës personale, profesionale, kontaktet, përmirësimet dhe gjëra të tjera që do të diktojnë. Dhe kjo ditë është shumë e mirë, gjithashtu data 6 qershor për zyrtarizime marrëdhëniesh ose çështje martesësh, bashkëjetesash, marrëveshje, çështje pune, udhëtime, dokumentacione dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë dhe favorizojnë jashtëmase. Kjo do të thotë që në anën e ndryshimeve, sepse Afërdita në shenjën e vet tek Demi në shenjë të qëndrueshme duke përkushtuar shumë, kjo përfitojnë shumë shenjat e tokës, favorizohen siç janë Demi, Virgjeresha, Bricjapit të 10 diçit të tretë. Tani, para se të fillojmë parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz që shikoni atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që juve jeni në kërkim, për sa i përket çështjeve ose gjërave që sapo thash pak më lart, lidhje me martesa, fejesa, një datë e mirë, një ditë e mirë, në kontrata, në bisedime e shumë gjëra të tjera. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj, na merrni pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube dhe në kohën që ne jemi live dhe juve dëshironi të dërgoni mesazh në kohën që jemi live, kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të biseduar, për të dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, të duket se Dashi ka shumë mundësira, por një nga mundësitë më perfekte duket se është pikërisht kjo ditë, është një ditë mjaft e mirë në lidhje me anën e financave, lidhje me komunikimin, lidhje me vendimet të rëndësishme që mund të merrni dhe jo vetëm. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, një vëmendje të veçantë të shtuar do të bëni juve të 10 diçit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë mbi ndryshimet që do të bëni, sepse duke korrigjuar në një gabim, jeni të sigurt për të ardhmen tuaj në fushën e dashurisë. Lidhjet afatgjat do të thotë me Peshore dhe me Ujor. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, megjithëse Demi ka pasur shumë ndikime, por tani është koha më pozitive dhe jo vetëm, sepse duke pasur parasysh Afërditën në shenjën tuaj, ku do qëndroj gjatë deri më 4 korrik në shenjën tuaj, dhe është një mundësi shumë e mirë mbi ndryshime, mbi vendime, mbi çështjet e problematika që mund keni pasur me punën tuaj, në lidhje me disa takime të rëndësisë së veçantë. Po, është momenti, është koha, është respekti ndaj të tjerëve që kanë dhe juve ndaj të tjerëve dhe të tjerë ndaj juve. Por ajo që është më e madhe ka të bëjë me kontrata të rëndësishme, mos e lini pas dore, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Prandaj vini pas, sidomos dhe martesat, bashkëjetesat, jashtë bashkim familjar, dokumentat e rëndësishme që keni, është një kohë shumë e përshtatshme
madje është ideale, prandaj bini pas sepse do më kujtoni ka shumë gjëra për të thënë dhe shumë gjëra për të rregulluar në këtë drejtim. Dhe kjo do të thotë që është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi shumë pozitive dhe kjo do të thotë që juve e keni mundësinë për sa i përket çështjeve të punës dhe jo vetëm. Prandaj është një moment mjaft i mirë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet të rëndësishme të rrallë qëllon, por juve keni mundësi tani, bini pas dhe do më kujtoni ka diçka shumë të madhe. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe virgjesh, nuk diskutohet që janë më pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Data 6, miqtë e mi, të kësaj shenje duket se Mërkuri është në shenjën tuaj, në shtëpinë e vet. Dhe kjo do të thotë që binjakët që formon një gjashtkëndësh, ku do të japi mundësi, rëndësi në kohën e dur, në momentin e dur dhe vendime që do të merrni. Gjithashtu ka të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, ku përfitojnë shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarrit në rast konkret, por këtu jeni juve ku keni një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive si në lidhjen e punës, si në lidhje me harmoni me bashkëpunëtorët tuaj që bashkëpunoni, është një mundësi shumë e mirë tani, ku kjo periudhë është ideale dhe koncize në atë që doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me peshore duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që është gaforja. Për sa përket gaforreve, meqense gaforret në këtë periudhë duket se jo vetëm se nisin gjërat ashtu siç duan ata, por arrin atje ku ata kërkojnë dhe dëshirojnë. Është një mundësi e artë në lidhje me disa ndryshime shumë madhore, ndryshime pozitive, konkrete në punën tuaj, në karrierën tuaj. Është një mundësi gjithashtu për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani tutje, dhe kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe solide për të ardhmen tuaj. Miqtë e mi të shenjës së gaforeve, keni një moment të artë për në shfrytëzojeni, sepse sa ditë që po vinë, aq më mirë dhe shumë pozitive do jeni. Ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me karrierën, një ndryshim më i vogël do jetë tani në këtë periudhë, sepse ka të bëjë shumë hëna me një trekëndësh që bën me afërditën në shenjën e demit, do të japi mundësi për zgjidhur një ngërç ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me peshore janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që janë të shenjës së luanëve. Për sa përket luanëve, luanët duket se tani në këtë periudhë, sado që gjërat mund të jenë të vështira, mund të kemi mundësira të tjera për të rregulluar, stabilizuar, por është momenti që tani për tani gjërat do të ndryshojnë në fushën e karrierës, në fushën e mirëbesimit, sepse lidhet shumë me besimin dhe me taktikat e juaja që keni, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv i stabilizimeve, i çështjeve madhore ekonomike, lidhje me mundësitë të reja që keni, kohën e përshtatshme në zhvillime të reja, dhe gjithmonë jeni një para se do bëhet, dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve të kësaj shenje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë juve luan të dashur keni me ujor dhe me akrep të diçit të tretë. Edhe pse me akrep është pak e vështirë si lidhje, por jo e parealizueshme. Në anën e udhëtimeve jeni mjaft pozitiv. Vijojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për Virgjëreshat duket se si shejtoke që janë, do e themi me dhe me të madhe, ka të bëjnë shumë me ndikime të mëdha, sepse afërdita që kalon në shenjën e demit, ku juve këtu përfitoni gjithashtu, ka të bëjnë dhe shumë me ndikimin e Mërkurit në binjak, ku është guvernatori juaj, ka një moment mjaft pozitiv në lidhje me takimet e punës, lidhje me një ndryshim të madh që mund të bëhet tani në këtë ditë, që ka të bëjnë duke filluar nga dita e sotme, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Sado që duken të vështira, sado që duken të paarritshme, por për juve janë të arritshme dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor duket të mbara. Edhe pse me binjak mund të jetë jeta. Shkojmë tek shenja tjetër, tek një shenjë ajri që do thotë peshorja. Peshorët duket se
tani në këtë periudhë kanë një mundësi mjaft të mirë, sepse lidhen me anën ekonomike financiare, lidhen me gjashkënd që bën Mërkuri në binjak dhe Marsi në Luan, ku jep disa mundësi për juve të peshoreve, sepse peshorët kanë ndikimin më të mirë dhe më të madh. Duke pasur parasysh, guvernatori juaj që ndodhet në shenjë toke, ndodhet në dem, juve ju jep një mundësi plus, sepse keni mundësinë, është guvernatori juaj, ku do të keni mundësinë për të zgjidhur gjithçka të pazgjidhur në fushën ekonomike, se këtu e keni shefin ju, dhe problemi njëkohësisht. Dhe kjo do themi që po është mundësia dhe koha e duhur për të zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duken më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se lozin një rol shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës së tyre, lozin diçka shumë të rëndësishme në fushën e biznesit dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Marrja e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, koha dhe vendimet që do të merrni është momenti më i mirë i duhurit tani, duke pasur parasysh punën, duke pasur parasysh kohën dhe momentin që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash dhe me akrep, duket më mbara. Pak vëmendje do të bëni me dash të ditës të dytë, se mund keni ndonjë keq kuptim. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Me qenë se shigjetarët të duket se tani në këtë ditë kanë mjaft për të thënë dhe pak për të dhënë. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu, sepse duke pasur parasysh disa kërkesa, disa çështje pune, disa vendime që mund të merren, janë vendime mjaft pozitive, janë vendime që çdo gjë ndryshon, çdo gjë arrihet, suksesi dhe garancia, mundësia dhe çështjet ekonomike financiare për të zgjidhur çdo lloj problemi, çdo lloj çështje të pazgjidhur. Gjithashtu, është një moment mjaft i mirë tani, është një moment që gjërat do të zgjidhen gradualisht, është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë shumë pozitive për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të arritur në finish. Gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet në anën tuaj, lidhje me karrierën, lidhje me takimin, lidhje me vendime të rëndësishme që mund të merren dhe është një moment shumë pozitiv tani në këtë periudhë, prandaj bini pas mos e lini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem, virgjëresh dhe dash duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është bricjapi. Bricjapi kokfort, bricjapi i dëgjueshëm, i kuptueshëm, tani ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me disa takime që do bëj tani, janë takime rutin, por janë takime që kanë një vlerë shumë të madhe në të ardhmen të afërt, dhe kjo bën që tani në këtë periudhë të jeni shumë herë më pozitiv se çdo herë tjetër, shumë herë pozitiv lidhje me takimet, lidhje me vendimet të rëndësishme dhe jo vetëm, duke pasur parasysh edhe kohën, por dhe momentin e duhur në ekonomi, momentin e duhur në stabilizimin e çështjeve të punës dhe të karrierës, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë në lidhje me takimet që do të bëni. Takimet janë të punës suaj, por njëkohësisht edhe në dashuri. Në dashuri duket se me akrep të 10 ditë të parë, me gafore të 10 ditë të tretë që është perfekta, bini pas sepse jeni shenjë toke me shenjë uji është idealja, por jo vetëm kjo, meqense se së shpejti Jupiteri do shkojë në gafore, por juve keni mundësi të ardhë pastaj për të zgjidhur, për të gjetur problematikat nga më të ndryshme që mund të keni pasur, do t'i zgjidhni pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Për ujorët, në fakt, ujorët të duket se kjo periudhë jep mundësinë, karrierën, ndryshimin, anën ekonomike financiare për të zgjidhur, një kohë e përshtatshme në ekonomi dhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështjet që lidhen me disa vendime të rëndësishme, me disa çështje të pazgjidhura, por tani zgjidhen sepse është koha më e mirë e mundshme, dhe në disa çështje të rëndësishme që do të keni nga mbasditja, është mirë që të shikoni çfarë do të bëni, sepse është pikërisht kjo ditë një ditë e veçantë shumë pozitive, sepse ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me ndryshimet dhe këtu ju futin tek klubi i përfitimeve, sepse një harmoni që bën Hëna, Mërkuri, Marsi, që u jep mundësi të 10 ditë të tretë, e keni mundësi miq të mi për të stabilizuar, rregulluar gjërat
që juve keni dhe favorizimet që do t'jepen në fushën e punës. Dashuria duket se është me luan dhe me akrep. Vijojmë të shenja e radhës, që janë peshqi. Për sa përket shenjës së peshqive, meqense peshqit duket se tani kanë marrë stafetën dhe dinë se sa do të bëjnë dhe ku do të shkojnë, është një mundësi tani në lidhje me punën. Një ofertë shumë e rëndësishme mund t'ju vijë juve të kësaj shenje, prandaj bini pas, shikojeni nëse ju pëlqen. Ju pëlqej se s'bën sepse është diçka shumë e mirë e tepër pozitive për juve dhe keni të gjithë mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, si në fushën e punës, si në udhëtime. Një dokument bini pas sepse është një dokument shumë i rëndësishëm për juve, ku lidhet shumë me ekonomi, lidhet shumë me biznesi, lidhet shumë me gjëra të rëndësishme, një çështje jobe, çështje taktime, ku diun diçka të tillë, mund të keni një mundësi, një gëzim shumë të madh në këtë drejtim, sepse do të jenë zgjidhja dhe është momenti i duhur tani. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me tashtë dhe diçka parë, ujortë dhe diçka që është perfekta, por pak vëmendje do të bëni me virgjëresht. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi të kësaj shenje, për sa përket të parashikimit të datës 6 qershor të 2025-s. Para se të ndalemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë duke klikuar te kjo harta këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas zgjidhni paketën tuaj që ju intereson, duke zgjedhur paketën tuaj te numri i përkatës të blerjes tek sekretariatja dhe më pas duke dërguar mesazhin vjen në email dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viber, WhatsAppit apo Skype-it për të biseduar më tepër rreth çështjes që ju intereson. Por juve që doni që çdo video në kohën që ne jemi live dhe juve e shikoni që jemi live dhe doni dërgoni mesazh për të marrë përgjigje live, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Në një rregull. Më të mirë një orë.